Çfarë ndodhi? Ishte parashikuar këtë 28 janar të mbajë mbledhja e Këshillit të Mandateve Rregullores dhe imunitetin për kërkesën e SPAK për zvendësimin e masës së sigurisë dhe heqjen e imunitetit për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Nuk është mbajtur kjo mbledhje edhe ditën e sotshme, është shtyr me argumentimin nga kuvendi se do të pritet fillimisht vendimi i gjykatës kushtetuese, e cila le ta themi vetëm pak ditë më parë shqyrtoi padinë e kryeministrit Edi Rama për të shfuqizuar pikërisht masën e parë të gjykatës posaçme për pezullimin nga detyra dhe ndalimin e daljes jashtë shtetit të zëvendës kryeministres Balluku, po meqense kërkesa e SPAK e dyta për heqjen e imunitetit është rrjedhoje së parës apo një kërkesë e zvendësimit të masës së sigurisë, atëherë edhe kuvendi ashtu si kryeministri Rama një muaj më parë e ka bërë të qartë se fillimisht do të pritet vendimi i gjykatës kushtetuese që më pas të ketë edhe një qëndrim në mbledhjen e Këshillit të Mandateve. 2 ditë më parë gjykata kushtetuese duhet të kishte marrë një vendim për padinë e kryeministrit. Trupa gjykuese aty nuk doli me një vendim, por e shtyu vendimarrjen për një datë të pacaktuar, njëjtë edhe Këshilli i Mandateve e ka shtyr mbledhjen në një datë të pacaktuar deri kur gjykata kushtetuese të marrë një vendim përfundimtar dhe më pas të ketë një vendimarrje edhe këtu në kuvend pasi të shihet vendimi i gjykatës kushtetuese për padinë e kryeministrit për shfuqizimin e 2 masave të para të gjykatës posaçme për zëvendës kryeministre. E kuptoj. Mirë, andon dalimi te një tjetër çështje, tek mbledhja ose seanca e ditës së djeshme, një seancë shumë e gjatë, kundër të tjera janë miratuar edhe ndryshime në kodin penal, ku vjet të re që ka edhe një ndryshim të kodit penal sa i përket dënimit për ata të cilët në fakt dhunojnë gazetarët apo jo. Po, është e vërtet, ka ndryshime në kodin penal pikërisht për gazetarët, ata do të kenë tashmë një mbrojtje specifike, pra ne gazetarët do të kemi një mbrojtje specifike tashmë të parashikuar në kodin penal, një mbrojtje e cila i kushton një goditësi ndaj gazetarëve burgim nga 1 deri në 5 vite. Pra, kush dhunon një gazetar fizikisht do të dënohet me 1 deri në 5 vite burg, ndërsa kush kërcënon, cënon, apo kanos një gazetar do të dënohet me 1 deri në 3 vite burg. Në këtë mënyrë gazetari barazohet me një punonjës shteti apo zyrtar publik, ndaj të cilit po ashtu zbatohen të njëjtat nene të kodit penal. Po ashtu kemi edhe dekriminalizimin e shpifjes vetëm për gazetarët. Pra tashmë në gjithë Shqipërinë, vetëm gazetarët nuk mbajnë përgjegjësi penale nëse shpifin, por sigurisht me disa rregulla dhe kushte, pasi të sinjalizohen nëse ata kanë dhënë një lajm të rrem apo informacion të pasakt, ata duhet bëjnë një sqarim apo duhet të korrigjojnë materialin apo informacionin e tyre, ndërsa për gjithë qytetarët e tjerë, qofshin ata zyrtar apo deputet, do të mbajnë përgjegjësi penale për shpifjen, por për më tepër ndjekim materialin e përgatitur. Ndjekim. Burg ku shprek apo cënon gazetarët. Kuvendi miratoi ndryshimet ligjore në kodin penal, të cilat dënojnë me 1 deri në 5 vite burg cili ndoj që godet një gazetar. Gjithashtu me burg nga 1 deri në 3 vite dënohen edhe ata që kërcënojnë gazetarët. Me herët gazetarët trajtoheshin para ligjit si qytetarët, por tani dënimi për ata që prekin apo kërcënojnë ata do të jetë njëjtë si ata që godasin apo kërcënojnë një zyrtar publik apo punonjës shteti. Në parlament, ndryshimet në kodin penal kaluan fal 82 votave të Partisë Socialiste dhe 3 Partisë Socialdemokrate, ndërsa Partia Demokratike, edhe ajo pak e pranishme, çoi 9 kartona kundër. 85 dhe 1 me karton, 0 abstenim, 9 kundër, miratohet në tërësi projekt ligji. Po ashtu me të njëjtat vota u miratua edhe dekriminalizimi i shpifjes për gazetarët. Nga sot një gazetar nuk mban përgjegjësi penale për shpifjen, por ai duhet të ketë qëllim kryesor interesin publik, kurse pasi të jetë informuar për pasaktësinë e informacionit nga personi i prekur apo autoritetet kompetente, duhet ta përgjigjëstrojë ose sqarojë. Kurse Partia Demokratike kërkoi dekriminalizim të shpifjes për të gjithë, nga një qytetar i thjesht deri tek deputetët, duke hequr nga kodi penal edhe fyerjen. Amendament i cili u rrëzua me 82 vota kundër.
10 vota pro, 1 abstenim, 82 kundër, projektligji nuk miratohet. Dyshimeve të Partisë Demokratike për mënyrën se si do të regjistrojnë gazetarët sipas nenit të ri, Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari u përgjigj me argumentin se të gjitha këto ndryshime kanë marrë dritën jeshile nga Bashkimi Evropian. Qeveria shqiptare ka shprehur qartë vullnetin e saj dhe kjo ka qenë në konsultim pa dyshim dhe me Komisionin Evropian, por nuk jemi mjaftuar vetëm këtu. Krahas dekriminalizimit të shpifjes për gazetarët, kemi shkuar edhe më tej, duke garantuar mbrojtje specifike për ta. Edhe projekt ligjet e tjera kaluan me votat e mazhorancës socialiste, nga ndryshimet në reformën drejtësi për statusin e prokurorëve dhe gjyqtarëve deri tek ndryshimet ligjore për komisionet hetimore. 84 vota pro, 0 abstenim, 10 kundër, miratohet në tërësi projektligji.